Orgito Pere, nxënës i shkollës profesionale Enver Qiraxhi në Pogradec, është përfaqësues i denjit të rinjve në Këshillin Rinor të Bashkisë Pogradec. Ai përfaqëson me përgjegjësi interesat dhe zërin e nxënësve të arsimit profesional duke sjellë në vëmendje mendimet, shqetësimet dhe propozimet e bashkëmoshatarëve të tij. Përmes angazhimit të tij aktiv, Orgito kontribon në nxitjen e pjesëmarrjes rinore në vendimarrje si dhe në forcimin e bashkëpunimit mes të rinjve dhe institucioneve vendore. Jam në vitin e dytë në degën hoteleri turizëm. Jeni bërë pjesë e Këshillit Rinor, në fakt të Bashkisë Pogradec. Është një vlerësim edhe për shkollën, po edhe për ju personalisht. Një opinion. Ju bëj thirrje gjithë të rinjve të angazhohen, sepse duke u angazhuar në Këshillin Rinor, jo vetëm në Pogradec, po kudo, do të kenë akses dhe rinia do të jetë më e dëgjuar në Shqipëri. Jam i vetmi që përfaqësoj shkollën në Këshillin Rinor, ndjem shumë mirë, me energji të reja dhe me ide. Dhe do t'jesh një zë i fortë në mbrojtje të drejtave të shkollës. Po, do të mundohem të jem zëri i të rinjve, që të rinj mos largohen nga qyteti dhe japi kontributin dhe ta formojnë të ardhmen në qytetin ton dhe në Shqipëri. Përfaqësimi i tij në Këshillin Rinor të Bashkisë Pogradec është një shembull pozitiv i përfshirjes qytetare dhe i rolit të rëndësishëm që kanë të rinjt në zhvillimin e komunitetit të Pogradecit.